Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur hapjen e 2 procedurave të rëndësishme tenderuese me një fond të përgjithshëm për afro 850 milion lekësh për realizimin e investimeve në infrastrukturën rrugore në disa prej zonave me potencial të lartë ekonomik dhe turistik në vend. Projektet synojnë përmirësimin e aksesit, konektivitetit dhe mobilitetit rajonal e lokal, duke përfshirë ndërhyrje në Shëngjin, Koplik, Konispol dhe Elbasan. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, tenderi i parë me fond limit prej 518 milion lekësh përfshin sistemimin dhe asfaltimin e rrugës në hyrje të qytetit të Koplikut, segmentit që lidh daljen e qytetit me Bajzën, si dhe përfundimin e punimeve në bypassin e Shëngjinit. Aktualisht, bypassi i Shëngjinit është në proces ndërtimi dhe konsiderohet një vepër me rëndësi strategjike për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë lokale. Sipas dokumentit, punimet e drejtanishme në këtë segment janë realizuar deri në shtresën e Çakollit, ndërsa faza e re e ndërhyrjes do të fokusohet në përfundimin e paketës rrugore dhe pajisjen e aksit me të gjithë elementet e nevojshëm të sigurisë dhe funksionalitetit. Ndërkohë, do të rikonstruktohen rrugët hyrëse dhe dalëse të qytetit të Koplikut. Projekti është ndarë në 2 segmente rrugore. Segmenti i parë nis nga rreth rrotullimi në hyrje të qytetit dhe përfundon në qendër të Koplikut, ndërsa segmenti i dytë vijon nga qendra drejt rreth rrotullimit në dalje të qytetit në drejtim të Bajzës. Referuar dokumentit, 2 segmentet kanë një gjatësi totale prej më shumë se 3 kilometrash dhe shtrihet në një zonë me karakter të kombinuar urban dhe buqësor. Rikonstruksioni i rrugës do të përmirësojë ndjeshëm lëvizjen e banorëve dhe do të lehtësojë qarkullimin. Ndërkohë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpallur edhe një tender të dytë me fond limit mbi 331 milion lek. Ky projekt përfshin rikonstruksionin e rrugës hyrëse të qytetit të Konispolit, si dhe sistemimin e rrugës Beramcuri në Elbasan. Në Konispol, ndërhyrja do të realizohet në një segment rrugor me gjatësi rreth 1.7 kilometra, i cili shërben si hyrja kryesore e qytetit. Verifikime teknike kanë evidentuar se rruga aktuale paraqet dëmtime të konsiderueshme në shtresat asfaltike, deformime të trupit rrugor dhe mungesë elementeve të nevojshëm të sigurisë. Përmes këtij investimi synohet përmirësimi i kushteve të qarkullimit për banorët dhe shërbimet publike, duke garantuar një akses më të sigurt dhe më efikas në qytetin më jugor të vendit. Ndërsa në Elbasan, projekti parashikon rikonstruksionin e rrugës Beramcuri, një aks i brendshëm urban në gjatësi 480 metra, i cili përdoret gjithësisht nga banorët dhe bizneset e zonës.